Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të prerë. Nëse vuani nga tensioni i lartë, mos i fusni në gojë këto ushqime. Ushqimi i parë që personat me hipertension duhet të evitojnë është kripa. Duke ditur se kripa ndikon në tensionin e lartë të gjakut, duhet të evitohet sa më shumë që të jetë e mundur. Kufizimi i përdorimit të ushqimeve të kripura bëhet duke analizuar përshkrimet e përmbajtjes tek ushqimet e paketuara, sepse ushqimet të tilla mund të përmbajnë sasi më të madhe të kriprave ose sodiumit, citon Eating Well. Konsumi i tepërt i sodiumit mund të ngushtojë venat e gjakut dhe të rrisë tensionin e tij. Do befasojeni se sa shumë sodium përmbajnë ushqimet e paketuara, ka cituar dietologja Mary Ellen për New York Times. Ajo i ka këshilluar njerëzit të përgatisin vetë ushqimet në shtëpi e ta bëjnë shpesh këtë në mënyrë që të mos blejnë produkte të gatshme dhe të paketuara që përmbajnë gjithashtu shtesa të tepërta të kripës. Një shuajtje e ushqimit të shpejtë mund të përmbajë rreth 1300 mg krip, gati sa totali i asaj që lejohet të konsumohet gjatë gjithë ditës. Për njerëzit me tension të lartë, The American Heart Association rekomandon të konsumohen jo më shumë se 1500 mg krip në ditë, pasi konsumi 1000 mg në ditë mund të përmirësojë tensionin e gjakut dhe shëndetin e zemrës. Për personat me hipertension, është e rekomandueshme të konsumohen më shumë fruta dhe perime, sidomos ato që përmbajnë nivele të mira të kaliumit. Ushqimet e pasur me kalium janë thjerrzat, kumullat, bananet, fasulet, portokalli, kivi, kungujt, karrotat, patatet, bulmeti me pak yndyrë dhe kefiri. Përfshirja e këtyre produkteve në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të ndihmuar gjendjen tuaj dhe për të evituar kështu edhe problemet e hipertensionit. Nëse vuani nga hipertensioni, duhet të tregojeni dorë shtrënguar me mishin e kuq. Mishi i kuq është i shijshëm, por përmban kolesterol dhe dëmton zemrën dhe enët e gjakut. Sipas të dhënave ku bazohemi, një sasi prej 400 gram mish i gatuar përmban 254 mg krip dhe 308 mg kolesterol. E njëjta gjë vlen edhe për pancetën, sallamin ose prosciuton. Picat e ngrira gjithashtu janë të dëmshme për shëndetin tuaj. Këto ushqime mund të tingëllojnë ideale për një darkë të shpejtë, por një racion i shpejtë i picës përmban 1000 mg sodium. Prodhuesit e saj shtojnë në krip dhe substanca shtesë për ruajtjen e picës, duke rritur rrezikun për tension të lartë. Salcat e paketuara të domates gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në çështjet tuaja të tensionit. Salcat e domateve dhe paketimet e qelçit ose metalike rrisin tensionin e gjakut. Një paketim me salcë domate përmban 654 mg krip. Një racion me makarona me salcë domate me mish përmban 1300 mg krip, gjë që është shumë e dëmshme jo vetëm për tensionin, por edhe për organizmin. Edhe turshitë e gatshme të blera në supermarket gjithashtu mund të dëmtojnë shëndetin tuaj. Sipas të dhënave të cilave u referohemi sipas Shifajns, një filxhan me lakër turshi jo të përgatitur vetë përmban 940 mg krip. Turshit e tjera përveç lakrës, si domatet ose kastravecat, janë të zhytura në lëng me krip. Një filxhan me kastraveca turshi përmban 1251 mg sodium. Njerëzit që vuajnë nga tensioni i lartë duhet të hanë turshi të tilla. Maksimumi duhet të konsumojnë turshi të bëra vetë. Edhe alkooli mund të ketë ndikime negative për çështjen tuaj të tensionit. Një sasi e vogël e alkoolit nuk shkakton dëme, por nëse e teproni me pirjen e alkoolit, atëherë ju do të rrisni tensionin e gjakut. Alkooli mund të ndrykojë kundër medikamenteve të tensionit dhe të ulë efikasitetin e tyre. Edhe ëmbëlsirat e paketuara gjithashtu kanë efekte negative për sa u përket tensionit. Ëmbëlsirat, biskotat me mbushje shumë ngjyrshe që shiten në paketime të bukura janë të mbushura me sheqerna, yndyrna të ngopura dhe kripra. Ushqime të tilla do të rrisin tensionin, sheqerin në gjak dhe gjasat e mbipeshës. Pijet energjike. Konsumi pijeve energjike rrit tensionin sistolik me 6.2% dhe atë diastolik me 6.8%. Tensioni mesatar i gjakut do të rritet me 6.4% pas pirjes së një pije energjike, duke ndikuar kështu në përgjegjësimin e shëndetit tuaj. Ushqimi i parë që personat me hipertension duhet të evitojnë është kripa.
Duke ditur dëmtimin e madh shëndetësor që ato kanë, do të luajnë gjithashtu një rol të keq për shëndetin tuaj. Hipertensioni ose tensioni i lartë i gjakut i referohet presionin me të cilin gjaku godet arterjet tuaja. Me kalimin e kohës, vlerat e larta të tensionit mund të shkaktojnë dëmtime të enëve të gjakut dhe si pasojë zhvillimin e sëmundjeve në zemër, në veshka dhe në goditje në trull. Hipertensioni disa herë quhet vrasës i heshtur sepse simptomat e tij mund të mos njihen dhe trajtohen në kohën e duhur. Sigurisht që këshilla e mjekut për trajtimin me medikamentet e nevojshme është thelbësore në mbajtjen e shëndetit tuaj dhe dietës së duhur, një nga shtyllat kryesore të kujdesit shëndetësor. Në këtë video do të listoj ushqimet që ju ndihmojnë të mbani nën kontroll tensionin sipas ekspertëve të Healthline. Gjethet jeshile janë të njohura me rekomandim të sallatrave që të shtohen në dietën tuaj plus energjinë e tyre. Një arsye më tepër pse duhet i shtoni gjethet jeshile në përbërje të dietës suaj është arsyeja se sa pozitivisht ato ndikojnë në uljen e tensionit të gjakut. Kaliumi në përbërje të tyre ndihmon veshkat të largojnë natriumin i cili akuzohet si shkaktari i tensionit. Eliminimi i natriumit simbolizon edhe stabilizimin e tensionit. Gjethet jeshile që përmbajnë nivelet të larta të kaliumit janë marulet, spinaqi dhe kale. Është e efektshme t'i konsumoni ato të pagatuara në formën e sallatave. Frutat e pyllit gjithashtu mund të kthejnë aleatin tuaj më të mirë. Frutat e pyllit, sidomos boronica dhe luleshtrydhet, janë të pasur me flavonoide. Konsumi i flavonoideve ndihmon në parandalimin dhe trajtimin e tensionit. Këto fruta mund t'i konsumoni të freskëta ose t'i ruani të ngrira dhe t'i konsumoni në sezon ku çmimet janë më të larta. Rrepat e kuqe. Rrepat e kuqe janë të pasur me acid nitrik i cili ul tensionin e gjakut nëpërmjet zgjerimit të enëve të gjakut. Studiuesit zbuluan se acidi nitrik në përbërje të rrepave të kuqe ul tensionin brenda 24 orëve të konsumit të tyre. Herën tjetër që zjeni rrepat e kuqe në sallata, kujtoni të mos hidhni lëngun e tyre të përfitoni edhe nga zjerja e tyre. Edhe kosi është një aleat shumë i mirë i shëndetit tuaj. Kosi është një burim i shkëlqyer i kalciumit. Sipas shoqatës amerikane të zemrës, gratë që konsumojnë 5 ose më shumë porcione me kos në javë reduktojnë me 20% rrezikun e tensionit. Për më shumë shije dhe efekte pozitive mbi shëndetin tonë, drithrat ose frutat dhe konsumi i përbashkët i tyre mund t'i japë një ndihmë shumë të mirë edhe në menaxhimin e problemeve të tensionit. Drithrat. Drithrat e përgatitur enkas për mëngjes janë të pasur me fibër, përmbajnë pak yndyrë dhe pak natrium, dhe këto së bashku ndikojnë pozitivisht në uljen e tensionit. Kujtojmë të memorizoni përfshini në dietën tuaj ushqime të mësipërme dhe të konsultoheni me mjekun tuaj sa më shpesh për të evituar kështu edhe problemet që mund të vinë nga luhatja e hipertensionit. Gjithashtu, edhe pirja e lëngut të limonit të tretur në ujë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të stabilizuar luhatjen e tensionit. Shtrydhni lëngun e një limoni në një gotë me ujë dhe e pini atë çdo mëngjes përpara se të konsumoni ushqim. Limonët kanë aftësinë të ruajë fleksibilitetin dhe funksionin e enëve të gjakut, duke ulur kështu edhe tensionin. Edhe konsumi i hudhrës të paktën 1 deri në 2 thelpi në ditë mund të kthejë në aleatin tuaj më të mirë kundër shqetësimeve tuaja të hipertensionit. Hudhrat përmbajnë substanca squfuri që kanë aftësinë të ulin tensionin e gjakut dhe të largojnë gjithashtu toksina dhe kolesterolin nga organizmi. Këto substanca stimulojnë prodhimin e oksidit nitrik dhe rregullojnë tensionin e gjakut duke zgjeruar enët e tij. Ju mund të konsumoni 2 deri në 4 thelpi hudhër të freskët në mëngjes përpara se të hani ushqim ose para se të flini. Hudhra duhet të hahet të gjallë sepse gatimi humbet shumicën e ushqyesve të tyre. Kombinimi i duhur i dietës suaj ushqimore, gjithashtu edhe konsulta me mjekun, është çelësi më i mirë edhe në menaxhimin e këtyre shqetësimeve. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë tu.